dhe nga bota akademike, se LDK-ja është shquar gjithmonë për këto figura dhe kësaj rrallë kjo kryesi do me thonë le për të dëshirun këtë aspekt. Nëse e krahasojmë me kryesin e deri tashme që është ende në faqen e LDK-s në internet dhe kryesin e posa emruar, a besoni që ka përmbajtje, ka elemente ose shenja që mund të fuqizohet si parti? Po dhe nuk po shën e i dalem shumë të madhë, sepse një pjesë e madhe figurave shantarëve të kryesisë janë prapë antarë të kryesisë. Për dalim nga zotria Arben Gashi, që menoj është gabim që është largu nga kryesia, sepse Arben Gashi me gjithato ka një karierë bukur të gjatë brenda LDK-s, edhe është prej gjeneratave të reja, mirë po me një tradit të gjatë në LDK, por edhe si një figurë që ka pas performansë jashtëzakonisht mirë edhe si deputet, edhe si një zonë i arsyeshëm në momente shumë të rëndësishme. Pastaj janë figurat si Driton Selmanaj, që është edhe kryetari i Degës në Prizren. Prizreni nuk është që LDK-ja s'ka pas mbështetjen e Prizren, LDK-ja vite fundit pasi s'ka pas shumë, po në të kalurën ka qenë e ka udhëhequr komunë. Ashtë fundmi ka qenë kandidat për kryetar, madje. Dhe menoj që edhe Driton Selmane edhe Arben Gashi janë dy figura që kryesisë kishin me qenë vlerë shtuar për kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirë, po janë edhe disa emra tjerë që me gjitha ato nuk kanë pas një farë performance dhe menoj që base është e udhës që kur nuk ki një farë performance brenda partisë apo një rezultat elektoral, atëherë të lëshosh rrugë për figurat të reja, cilat kishin mi shërby ma shumë partisë. Mirë po, kjo është vendimi i kryetarit Abdi Gjiku edhe i strukturave të LDK-s, por edhe i herë po e them, si që thash edhe më heret, është shumë e rëndësishme që të kemi pluralizëm politik e parti politike demokratike. LDK-ja me gjithë probleme që i ka pas gjatë gjithë rrugtimit vetë politik, e ka rujt një dozë të demokracisë apo thjesht i ke mujt me qenë zonë ndryshe brenda LDK-s dhe të mos përjashtohesh apo të linqohesh apo të sulmohesh në mënyrat ma brutale si që kemi parë të subjektet tjera. Dhe unë menoj që do t'i bënd të shumë mirë demokracisë kosovare, por edhe shtetit Kosovës një LDK e organizuar e mirë demokratike, e cila do të merrte përgjegjësitë në të ardhmen përballë. Se në fund ditës partitë politike krijojnë qeverisja krijon institucionet dhe me farë mënyre është një cikël që ka gjë shumë gjenezën e ka të partitë politike.